Autori fillimisht thotë ka një raport mes popullit dhe udhëheqësit, mes shoqërisë dhe atyre të cilët janë liderët e shoqërisë. Fillon fillimisht duke i numëru disa prej detyrimeve dhe obligimeve që udhëheqësit i kanë ndaj popullit dhe shoqërisë së tyre. Për shembull, thot prej obligimeve që udhëheqësit kanë ndaj qytetarëve të tyre është se ata duhet t'i konsultojnë dhe duhet t'i informojnë ko pas kohe qytetarët për ato që janë interesim për gjithë ata dhe për ato që janë e mire përgjithshme për gjithë ata që jetojnë brenda atij vendi, brenda atij shteti. Autori në këtë rast e sjell ajetin 159 nga kapitulli Ali Imran dhe thot: "Fabima rahmatin min Allahi linte lahum, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." E sjell një ajet ku Allahu Dhul Jalal i jep këshilla praktike pejgamberit a.s. në këtë rast si udhëheqës me shokët e tij, me popullin e tij, si duhet t'i trajtoj ai shokët e tij, në këtë rast popullin dhe shoqërinë e tij. Tash ajeti në këtë rast është në kontekstin kur i drejtohet pejgamberit a.s. si i pari i shoqërisë së tij, si udhëheqës. Thot ajeti 159 Ali Imran, Allahu fuqiplot thot: "Fal mëshirës së Allahut, ti o Muhammed ishe i butë me ta." Në raportin dhe në qeverisjen që ti i ke udhëhequr ata, ti ishe i butë për plot butësi me ta. Sikur ti ishe i vrash dhe i ashpër me ta, ata do të ikshin prej teje. Poenta është pjesa e fundit: "Washawirhum fil amr", dhe mos hezito ti o Muhammed, ti konsultosh ata për çështjet e ndryshme. Do të thotë, prandaj udhëheqësit kanë këshilltar, kanë ekip. Tash nuk duhet kjo të kuptohet bukfalisht, por në kohën tonë moderne ne kemi praktika të shteteve, është një praktikë që njihet dhe quhet referendum. Ja, kjo pjesa e ajetit pjesërisht na flet për këtë proces. Do të thotë, një shoqëri në një shtet të caktuar ka nevojë për të marrë një vendim të caktuar për një çështje të caktuar. Mirë po ja që nuk dihet në mënyrë të qartë se cili është drejtimi që ajo shoqëri dhe ai popull duhet ta merr në raport me një çështje të caktuar. Apo mund të ketë mendime të ndryshme. Prandaj edhe vjen në shprehje referendumi. Referendumi është një formë e konsultimit ku kërkohet mendimi i të gjithë njerëzve për një çështje të caktuar, se cila duhet të jetë ajo rruga e duhur që një shoqëri vendos me e marrë një rrugë të caktuar për një kohë të caktuar. Prandaj Allahu Dhul Jalal i thot pejgamberit a.s. "Washawirhum fil amri", dhe ti ata shokët e tu, shoqërinë tënde, bashkëpunëtorët e tu, si dush thuaj, konsultoj në çështje të caktuara.